Përfaqësuesi nga Bashkimi Demokratik për Integrim, Yll Paçuku, në lidhje me çështjen e provimit të jurisprudencës, theksoi se studentët kanë dalë në rrugë me një kërkesë legjitime, ku sipas tij nga qeveria po e zvarrit këtë proces me propozime që nuk pranohen nga studentët. Paçuku në emisionin Debat në Shenja deklaroi se edhe ai si student i vitit të dytë në fakultetin juridik dëshiron ta ketë të drejtën që të mund të zgjedhë se në cilën gjuhë do të jap provimin. Padyshim sepse është një kërkesë legjitime, është një kërkesë e cila buron nga ligji për përdorimin e gjuhëve. Gjuha shqipe është zyrtare në të gjitha institucionet, këtë do ta kenë të qartë të gjitha partitë politike, edhe shqiptare, por edhe maqedonase, dhe prandaj provimi i jurisprudentës duhet të lejohet të jepet në gjuhën shqipe, sepse siç thash ka bazë juridike, kërkesa e student, edhe sikur mos kishte pas një kërkesë, një bazë juridike, do të ishte një kërkesë e kuptueshme nga studentët, por momentin që ne kemi një ligj të qartë si ligji për përdorimin e gjuhëve, nuk na mbetet asgjë më shumë thjeshta që ta zbatojmë ligjin në fuqi. Nga ana tjetër, përfaqësuesi i LSDM-s, Agron Demiri, po ashtu për provimin e jurisprudencës në emisionin Debat në Shenja, deklaroi se në kohën kur është sjellë ligji për gjuhët në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë së Veriut, sipas Demirit, ai ligj nuk do të kalonte pa mos pasur vullnetin e Zoran Zaevit dhe askujt tjetër, duke shtuar se këtë duhet ta ketë të qartë e gjithë popullata. Ligji për jurisprudencë, kur është sjellë, nuk është decidu as gjuha maqedone. Më thonë shumë qartë, nëse ne asë kohë keshim bë lëshimin vetëm gjuha maqedone, do thëmi LSDM-ja kishte bë me hamendje bashkë me vëdhejnë. Edhe asë kohë, se ne krejt partit politike i kemi provu, edhe Alternativ, edhe Alliancë. Po, keni pas partit shqiptare edhe në koalicion krejt, edhe ligji për gjuhëve është sjellë me konsensus të partive shqiptare dhe e kanë votu asë kohë. Po ashtu, të dy përfaqësuesit e partive politike opozitare bën të ditur se kishin marrë pjesë në të dy protestat që u zhvilluan nga ana e studentëve për dhënien e provimit të jurisprudencës në gjuhën shqipe.